Patjetër, është në fakt rasti përsëritur dhe kjo është edhe më e rëndë se sa vetë akti që patjetër është fatal. Shpeshherë kemi përmendur edhe në media, edhe në auditore dhe me gjithë komunitetin që ne kemi kontakte. Shenjat e vetvrasjes gjithmonë tregojnë një turbulencë të funksionit shoqëror. Pra, shoqëria është në lëngim, institucionet janë në lëngim. Vetvrasja është shenja alarmante kur ne kuptojmë se si ecën një shoqëri. Institucionet janë në krizë, filluar nga institucioni familjes, i cili është më i rëndësishmi, është edhe më jetiku. Të gjithë institucionet e tjerë shkojnë zinxhir mbas institucionit familjes. Dhe këtë gjithmonë duhet ta kemi të qartë. Në rastin konkret, është tragjike të mendosh një adoleshente që kërkon të jap fund vetes, do të thotë që ka pasur kushte shoqërore, sociale vërtet të rënda, sepse gjithmonë ne i referojmë aktet e vetvrasjes gjendjeve psikologjike të personit, por në fakt psikologjinë e ngacmon kushti social. Duhet të dimë që është faktori social baza. Shiko, ajo që e bën më të rëndë faktin është se janë dy adoleshente brenda familjes që bëjnë të njëjtën tentativë. Në fillim e ka bërë vajza e madhe e familjes dhe më pas një model nga vajza e dytë. Janë të dyja që brenda një periudhe kohore prej 4 ditësh kanë bërë të njëjtin veprim. Po, pikërisht, prandaj dhe fillova me familjen. Duhet parë gjendja ekonomike, sociale e familjes, sepse në rastin kur kemi të njëjtin fenomen nga dy persona, do të thotë që në atë familje diçka nuk funksionon dhe është në krizë të thellë. Kështu që duhet parë marrëdhënia që kanë me prindrit, kujdesi, gjendja financiare, gjithçka që e bën një familje të jetë e rregullt dhe funksionale. Si faktin që institucionet deri më tani nuk kanë marrë masa konkrete lidhur me këtë familje, sepse e tham pak më parë që është një rast i përsëritur dhe të paktën institucionet duhet të marrin masa të tjera për këtë familje. Pra në momentin që patjetër që po. Është institucioni po vepron. Si e shihni? Atëherë patjetër që punonjësit e shërbimit social pranë bashkisë Korç duhet ishin paraqitur në rastin konkret në këtë familje për të matur gjendjen e parapsikologjike të nënës, sepse ajo ndikon shumë te fëmijët, për të parë si është marrëdhënia e nënës me babain, situata. Në media dëgjova që babai ishte në izolim pranë burg dhe kjo e rëndon edhe më shumë situatën, sepse edhe nëna mund të jetë në një gjendje jo të mirë financiare, por edhe psikologjike, mund të jetë e rënduar apo ndoshta edhe në një gjendje depresioni, nuk e përjashtoj si mundësi. Dhe e dyta duhet parë dhe duhet të kontrollojë dhe të matej edhe gjendja psikoemocionale e fëmijëve. Në këtë kontekst, patjetër që duhet të kishte ndërhyrë institucioni i shërbimit social, të bënte vlerësimet e duhura dhe të merrte masa paraprake për parandalimin e rastit të dytë. Pra, prej rastit të parë shenja është dhënë, aty duhet të kishte një matje të gjendjes psikoemocionale, por edhe financiare të familjes. A duhet që të kishte një marrje masave për institucionet, pra, për stabilizimin e institucioneve rezidenciale? Ndoshta te rezidencialja jo direkt, sepse duhet bëhet një vlerësim, ju i dini procedurat, vlerësimin e bëjnë gjithmonë punonjësit e shërbimit social dhe nëse nga vlerësimi konstatohen gjendje të rënda psikologjike apo raste depresioni, patjetër pasaj që duhet kalonim dhe në hallkën e dytë që është rezidenca. Në këtë rast, çfarë roli luan turizmi? Të gjitha janë faktor, të gjitha ndikojnë, janë pjesë të një puzzle, të gjitha japin atë shtysën e vet për të çuar drejt degradimit final, sepse akti i vetvrasjes është një degradim final psikoemocional, ku njeriu nuk arrin dot më të të përballojë dhe të jetë aktiv për të sfiduar problematikat me të cilat përballet. Është fatale, theksova, është një gjendje e rënduar dhe duket shenjat e para tregojnë që familja duhet jetë në një krizë goxha të thellë, por jo se shoqëria nuk ka faj në këtë rast. Të gjithë janë pjesë të një puzzle. Japin ato shtysat e veta dhe bullizmi patjetër, sepse sot për fat keq edhe në shkollë, në komunitet, individi nuk gjen mbështetje, nuk gjen përkraje, nuk gjen ngrohtësi. Në shumë vende apo në shumë shoqëri ku empatia dhe humanizmi është më i kultivuar dhe më i kalitur, apo vetë vullnetarizmi në vetvete është një vlerë e shtuar e shoqërisë dhe e kultivuar, për shembull do t'i referohesha Japonisë si një rast konkret, ku shoqëria është mbështetëse, bashkëmoshatarët, shkolla, mësuesit, institucioni, edhe kur familja është në krizë, ata bëhen si një mburojë për të shpëtuar individin dhe për t'i dhënë shtysë, forcë dhe fuqi për të vazhduar përpara. A ka risk që mund të shkallëzohet kjo situatë?
Nëse nuk ndërhyet, po, ka risk dhe risku është i lartë në këtë rast. Faleminderit. Jo, në televizor se normalisht
Tash i kanë dhënë ditë.